Zoti Pietra, të ndaremi pak te aspekti i raportit të drejtësisë me politikën, teksa në 22 janar gjykata kushtetuese do të shqyrtojë në seancë të hapur çështjen e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Ju si mendoni, çfarë pritet të ndodh me vet Ballukun dhe vet gjykatën kushtetuese në këtë rast? A do të ketë ajo, po themi, më saktë gjykata kushtetuese do të jetë në nivelin e institucionit që duhet të jetë sa i përket qasjes kushtetuese, apo do të lërë shtek për interpretime ashtu siç ishte në rastin e fundit? Sipas meje, sipas nuhatjes time, Po. unë kam një menim tjetër nga të gjitha ato dhe menim që mund të ketë qenë menim me marrëveshje. Gjykata kushtetuese s'ka për ta shqyrtuar këtë çështje. Menimi jem. Dhe ju mund të thoni pse nuk do ta shqyrtojnë. Sepse në janar, sipas menimit tim, kryeministri do ndrojë qeverinë. Dhe me ndrimin e qeverisë, pra, do të ketë lëvizje të cilat gjykimi mbetet pa themel, nuk ka çfarë gjykojnë. Dhe në këto kushte, mendoj unë gjithmonë që nëse krijohet qeveria re dhe nuk është më zëvendës kryeministre Balluku, atëherë automatikisht ajo çështje është pa themel, nuk ka çfarë të shqyrtojnë më. Dhe kjo për mendimin tim do të ndodh në janar. A mendoni se data 22 janar do të jetë vetë pika e kthesës për vetë Belinda Ballukun, por edhe për vetë Edi Ramën? Nuk mendoj thash që do të shkojmë deri te 22 janari. Pra, veprimet që unë sapo i thash do kryhen para datës 22 janar. Dhe pra qeveria, po them unë, riformulimi i qeverisë do jetë para asaj date, çka bën pamundur diskutimin me politikën pastaj. Pra, është e pavlefshme edhe komisionet edhe, por që Edi Rama mund të lëshojë Belinda Ballukun ose Partia Socialiste që mund t'i japin të drejtë SPAK-ut, më duket diçka absurde, sepse po t'i referohemi gjitha këtyne fakteve dhe provave, derisa vetë SPAK-u kërkon të mbledh prova sa më shumë, do thotë që nuk ka provat e mjaftueshme për të kryer një veprim dhe po mundohet me çdo kusht të gjej prova derisa ka kërkuar që të implikoj edhe varësit e Belinda Ballukut, në mënyrë që duke u bërë dhe presion që nëse nuk do flisni do jeni edhe ju pjesë e këtij krimi, dhe pritet nga momenti në moment që nëse palët do arrin në këtë konkluzion që do flasin, ata s'kan që me foli, sepse vetë pra provat kam thënë disa herë që nuk mundet as SPAK-u, as askush të merret me vendimet kolegjale. Vendimet kolegjale janë kolegjale dhe është tjetër gjë. Nëse ti do i biesh nesh kushtetutës, bjeri se s'na lën kush. Se në Shqipëri kështu u bë. Kushtetuta ka ndrru tash 10 vjet ka ndrru 3-4 herë. A mendoni se Kuvendi mund t'i heq imunitetin Belinda Ballukut dhe t'i hap rrugën më pas kërkesës së SPAK-ut për arrestimin e saj? Po në qoftë se do bin, pra edhe i herë, 83 deputet, do bien pre e provokimeve të opozitës dhe SPAK-ut, them që po. Por ata nuk kanë asnjë arsye ligjore, se mandej dalin foruzët gjithë, nuk kanë asnjë arsye ligjore që t'i japin. Hi hetoje, nuk ta ndalon kush hetimin. Po pse ti do hetosh me te në burg, kur do arrihet konkluzioni që ajo në zëvendës kryeministre nuk do jetë. Ti çfarë dën? Ku ti fsheh provat? E kupton pra, vjen nesh me mënyrën se si për çfarë kërkojnë. Pra në momentin që të rinovohet qeveria, automatikisht SPAK-u do heq dorë dhe do vi me një kërkesë tjetër dhe me prova të tjera, sepse nuk mund thonë ma që Belinda Balluku do mi fsheh provat. E kupton? Pra do jemi në
në një pozicion tjetër të cilën do të diskutohet në komisionet parlamentare. Dhe për mendimin tim, nuk duhet asnjëherë që të bien pre e provokimeve të opozitës, qoftë SPAK-u, qoftë ose pozicë, nuk ka rëndësi fare. Unë po them në aspekti sepse ata po e ngrisin. Tani, gjithë shqiptarët e kanë majtë menën, pra e ka qutë Belinda Balluku. Thu se Belinda Balluku është kryeministri e Shqipërisë, është gjithçka për Shqipërinë dhe aty e kanë menën gjithë në kuptimin e fjalës, as do me hangër, as do me pive, s'to ta arrestojmë, ta fusim burg. Si çka fitojnë ta njerëz, unë nuk arrit ta kuptoj me fjalë në vetveten time. Por janë njerëz në kuptimin e fjalës si shqiptari. Atë që ka thënë Mussolini në kohën e vet, ka thënë në Shqipëri o zotëri, unë nuk kam nevojë të bëj shpenzime për spiona, sepse thotë që në Shqipëri këtë që harxhoj 30% të buxhetit në shtete tjera, në Shqipëri e marr falas. Pra, këtu në Shqipëri, hetimet e Ballukut, hetimet e tjerëve i bajnë vetë populli, i bën vetë opozita. Pra nuk ka nevojë SPAK-u që të bajnë hetime. Vetëm verifikimin e hetimeve mund të bajnë. Po hetimet i kanë bërë, i kanë nxjerrë sheshit gjithë. Në këtë rast është krijuar një perceptim që nëse bie Belinda Balluku mund të bjerë rrjedhimisht edhe Edi Rama. Ju si mendoni, a qëndron ky perceptim apo Edi Rama është krejt i shkputur nga Belinda Balluku? Ja pra, dolim në një pikë të përbashkët, që thuhet që do rinovohet qeveria para datës 22. Çka do thotë që çitën Rams pastaj ose atyre si historia e Belindës. Belinda do jetë thjesht po themi një deputete ose mund të jetë edhe një ministre, por nuk do jetë më kryeminist, zëvendës kryeministre. Çka do ban të mundur që bien gjitha opsionet. Pra ju thoni se do rinovohet qeveria duke vendosur emra të ri në postet ministrore nga këta që janë aktualisht. Pra në sa përqind do jetë rinovimi apo në 2-3 poste ministrore? Po tani për shefin e qytetarëve shqiptar që e kanë menjen kundër Belinda Ballukut, një ajo që është e rëndësishme për ta, ajo është e para. Dhe ajo pastaj kur ti deputete nuk ka asnjë arsye që SPAK-u të kërkojnë fshehjen e provave të Belinda Ballukut se ndikon. Por vazhdo, zotëri, ban hetimet e duhura, si që e duke i bë, dhe çudia më e madhe që në Shqipëri hetimet bëhen me media, pra mesazhet që dalin vetë nga prokurori i çështjes për t'i bërë publike, për të sensibilizuar popullin në këto situata që është krejtësisht e gabuar. Na si vend në botë nuk të arreston kush pa prova, por vetëm në Shqipëri të arrestojnë me të gjithë provat. Pra, kjo është mënyra e gabume e ligjvendësave shqiptare. Pra, të arrestoj herë, manet hihet gjej prova me të majtë në burg. Kjo është çudia më e madhe që duhet i ikim një herë mirë gjithë. Zoti Pietra, si e keni lexuar konferencën e fundvitit të kryeministrit Edi Rama, i cili mbrojti të gjitha aferat e tij korruptive për të cilat akuzohet, madje edhe oligarkët me të cilët mund të ketë lidhje, për cilët tha do t'i takoj sa herë të dua. Në këtë rast, Edi Rama është duke paralajmëruar një frikë konkrete për pushtetin e tij, apo është duke shtrënguar radhët, siç thatë edhe ju, që mund të shkojë drejt rinovimit të qeverisë? Kam thënë që ai regjizori i Edi Rams do t'ja ketë zili edhe Hollywoodi, sepse ai është një nga të gjitha këto veprime i ban për çu ujtë e burimi i tij. Dhe Edi Rama, nëse e keni pa në momentin e arrestimit të Erion Velia, shkapet të duart atje për Tavalin, thu se u bën nami. Pra janë gjitha finte, pra janë filma, regjizim. Pra ai regjizor thash, është i tmerrshëm i qoftë edhe për rastin konkret të intervistës fundit që thotë që ju del gjoja në mbrojtje ministrave dhe ne e dim shumë mirë se çfarë ka bën kjo qeveri, por unë gjithmonë nuk kam thënë ndonjë që mos të arrestohen këta që vjedhin e me radhë. Kam thënë respekto kodin e procedurës penale. Ti mos e kap atjetrin, vetëm kapen bazë ligjit. Nëse ti e kap në kundërshtim me kodin e procedurës penale, ai do të rrshasit dhe nuk mundesh në botë që ti ta dënosh.
si që ishte rasti i Lulzim Bashkë, ose e mani men, që e la një afat 2 vjeçar, dhe lekti futin gjep Lulzim Bashkë, dhe pastaj qa u ba si gja. Zoti Pjetra, në një nga skandalet e fundit që ka dalë lidhur me pushtetin e Edi Ramës është edhe ajoja Ergysa Gasit, i cili kishte filmuar gjithçka në zyrën e tij, deputet, drejtor që shkonin dhe e takonin. Çfarë tregon sipas jush ky rast dhe vet lidhja e pushtetit me krimin? Nuk përjashtohet mundësia që edhe ai është ka një detyrum që të kryej këto veprime nga një person i tretë. Pra, që çfarë do thotë që çdo veprim që bën, ma identifiko mund që unë të kam parasysh. Po ai raportonte për Edi Ramën në këtë rast. Po, raportonte për gjithë ai, por ideja është që dikush pra ja ka thonë to që të marrim informacionet e nevojshme për gjithë qeverinë, për gjithë ata që ti bashkëpunon. Dhe ai siç duket ka rreziku jetën e vet në këtë fakt, sepse nuk mund të arrish të bash regjistrimit të kësaj natyre dhe të jetosh më as nuk duhet që të ngris një problem tjetër, por që një veprim i tillë është veprim i ndaluar me fe, me çdo gjë.